Jo, është e rëndësishme të sqarohet gjithsesi niveli maksimal I të ardhurave për të qenë pjesë e programit të strehimit. Esmeraldo, kemi ne një databazë me të dhënat e familjeve të pastreja? Atëherë, të dhënat e fundit që janë takojnë vitit 2016, që janë diku ke 32.000, por mendoj se kjo është një shifër shumë e vjetër. Tani edhe me këto ndryshimet që u bën dhe nga tërmeti, një pjesë e tyre janë proces akoma, unë mendoj se duhet një databazë për një vend vogël si vendi jonë, domethënë si Shqipëria, që ka këto problematika për sa I përket mungesës së strehimit, duhet jemi pak më serioz në ndërtimin e këtyre databazave që shtetit mundet, sepse ti nuk mund të ndërtosh dot një strategji afatgjat pa ditur një problemin, pa ditur se sa vështirësi ke. Dhe kjo në radhë parë nis, do të thënë me numrin e pastreve që ti ke. Se përndryshe nuk harton dot politika afatgjata dhe pastaj jemi detyruar që të ndjekim politika të tilla afatshura që për mendimin tim thjesht trajtojnë simptoma të caktuara. Po nuk e zgjidhin problemin afatgjat dhe ne dimë që problemi afatgjat është një lloj korrigjimi për sa I përket nivelit të çmimeve në treg. Por që edhe këtë shteti nuk mund ta bëjë sepse është pak a shumë një treg I lirë. Por duhen parë këtë strategji dhe mendoj se duhet nisur nga ajo database. Duhet jetë si një piknisje për të filluar pastaj me strategji të tjera për të ndihmuar. Dhe për t'i adresuar ato, pra siç duhet, patjetër. Hartuar programet e duhura. Megjithatë, ky është një program, sepse janë disa programe të cilat janë krijuar në mbështetje të kategorive në nevojë. Përmend ato pra që menaxhohet nga enti kombëtar I banesave. Pra banesat me kosto të ulët, që ndërtohen nga enti dhe ju jepen familjeve. Janë disa institucione, jo më larg se në shkurt, në mars janë mbyll një pjesë e institucioneve me financime të tilla, siç kanë qenë Ministria e Mbrojtjes, Policia, janë disa institucione që e kanë si ushtarakët, arsimtarët, po, e kanë edhe arsimtarët, e aplikojnë si politikë financimi. Dhe unë e thash dhe në hyrje, overall, kjo e gjitha është gjë pozitive, nuk është negative, pavarësisht pasaj raportit qartë ofron tregut, çmimet e tregut, këto janë problematika pasaj që ne diskutojmë dhe përfundojmë ndonjëherë. Ndërkohë, krahas programeve, dua të rikthej pak në vëmendje atë çfarë ishte një formë mbështetje le të themi për këtë kategori. Faktin që u përcaktua në ligjin për strehimin, duhet këtë qënë 2018, në mos gaboj, u përcaktua që nga volumi I ndërtimit, pra mbi 2.000 për sipërfaqet mbi 2.000 metër katror, 3% e këtij fondi, pra e sipërfaqes së ndërtimit të kalonte në fondin e strehimit. Më pas u bën disa ndryshime të tjera të cilat këtë vlerë, pra 3% mund të ishte ekuivalent edhe me disa forma, le themi, kompensuese, siç ishin edhe fondi I parave, pra ndërtuesit nuk ishin të gatshëm ndoshta të ofronin 3% të ndërtimit, por mund të paguanin pra këtë faturë, le themi, në bashki. Sa efektive ka qenë kjo si skem? Pra aq kohë sa u ndryshua si skem, tregon që pra ndërtuesit nuk ishin të gatshëm që të kalonin 3% të volumit apo të sipërfaqes së ndërtimit për fondin e strehimit. Sepse flasim për zonat konsiderueshme të Tiranës, të cilët vlera e ndërtimit është përfitimi është më I madh për ndërtuesët se sa po ta jepnin për pjesën për strehim. Kështu që ai ishte një nga ligjet më të mira, mendoj, sepse normalisht bënte një shpërndarje, nuk po thoja 100% të drejtë, por kishte një marzh të mirë të shpërndarjes, por arritëm në këto kushte që e bën në një lloj kompensimi që dihet që do marrin nga hapësira publike pastaj për të shfrytëzimit. Kështu që mendoj që I janë dhënë, është pak I njanshëm, them drejtën, sepse logjika është e tillë që ti më jep në lek dhe unë I shpërndaj tek të mirat përsëri për qytetarët, por pastaj duhet parë a funksionon realisht kjo skem e shpërndarjes. Pra nëse është rikthyer apo është përdorur në funksion të politikave strehimore, në fund fare për qytetarët e bëjmë dhe duhet shikojmë sa realisht janë të prekur pozitivisht nga ky lloj ndryshimi. Sa ajo është lehtësisht evidentueshme, ti ke hapësirë më shumë edhe e shikon, ndërkohë që pjesa tjetër e shpërndarjes të ardhurave duhet parë realisht se sa preken qytetarët nga ky ndryshim. Se sa ka impaktuar. Mendoj se për këtë do të ketë më tepër transparent, sepse dakord, këto janë nisma pozitive që merr bashkia, po në fundit këto janë po lekë të qytetarëve.
që paguhen nga taksat e tyre. Kështu që ne do ta dimë nga këto sipërfaqe që janë dhënë 3% ose që janë dhënë ekuivalenti pagesës së tyre, a kanë shkuar realisht për strehim, për çfarë i ka përdorur bashkia, se mund të ketë përdorur edhe në sektor jo eficient. Dhe pa ditur shifra konkrete dhe eksakte, do thënë nuk mund të flasim, por për sa kohë që një institucion nuk bën transparent diçka, mendoj se ka diçka për të shërur, se ta kur kanë diçka pozitive për të thënë, e thonë disa herë. Mendoj se duhet nisë nga transparenca. Nga transparenca që edhe në vitet e kaluar, domethënë, ose të ketë si thua një pikë zero që çfarë ka ndodhur me këtë ligj, sa është zbatuar, çfarë ka ndodhur me të ardhurët që mund të jenë arkëtuar prej tij, ose çfarë ka ndodhur me ato sipërfaqe që mund të dhënë nga ndërtuesit. Nëse janë shfrytzuar apo jo për t'u vënë në dispozicion familjeve në nevojë. Sepse mund të jetë shumë eficiente ajo se sa kjo pjesa e kompensimit të normës së interesit. Domethënë, po që t'i krahasojmë politikat njëra me tjetrën se kush është më tepër efikase, duhet patjetër të kemi shifra, përndryshe pastaj jemi thjesht në çështje perceptimesh ose opinionesh vetjake. Përpara se ndalem se si ka, të paktën e ka prezantuar kryeministri Edi Rama se si mund ta zgjidh këtë çështje. Pra faktin që ka 3%, pra një ndryshim ligjor në cilin 3% e sipërfaqes shkon për fondin, nëse nuk shkon sipërfaqja, pra për fondin e strehimit, ndërtuesi është i detyruar ta kompensoj për ata paguaj në vlerë, kryeministri tha që do të krijohet një fond i posaçëm, pra një agjenci e posaçme që do të administrojë këtë fond. Por përpara se të shkoj aty, meqense kam një merak për këto vlerat maksimale të kredisë dhe mbështetja që do të ofrohet për familjet bazuar në strukturën. Tani më thoni pak ku mund gjesh gashtoniere në vlerën 5.8 milion lek. Ku mund gjesh një apartament në vlerën 7.1, 10.5 dhe 13 milion lek. Mi thoni pak me zona. Me zona, po e marrë unë, po e them kështu general. Që të di ku të adresojnë këto familje cilat çdo zonë që është jashtë unazës. Edhe do t'jenë. Çdo zonë që ndodhet jashtë unazës vogël Tiranës. E gjen 5.8 milion? Ka zonë njëra, mendoj që Unaza e vogël, ke parasysh? Jashtë unazës vogël. Jashtë, çdo zonë që është jashtë. Mund të llogarisim Paskushanin, pjesa e zonës 5 Majit, Konkordi, ajo pjesa poshtë Andi, deri diku, Farka. Mendoj që mund të gjesh vetëm në pjesën e Paskushanit. Shkozeti. Edhe në pjesën e kompleksit të ri që është bërë në autostradën Tiranë-Durrës. Edhe te Kaza Italia ande mbrapa. Po vështirë është. Jo pa qëllime preka pak më parë. Ky është një nga ligjet fantastik që i ndihmon familjet, po për të gjetur apartamente pastaj kjo është sfidë. Është sfidë. Po me këto strukturat 1+1, 2+1 dhe 3+1? Shiko, të gjitha, sepse çfarë ndodh? Ne mund të themi këtu që e gjejmë edhe vjen puna pastaj do vinë qytetarët edhe realisht do të themi pastaj që s'ti gjejmë dot. Më kjo është realiteti, që të mos i themi qytetarëve po, edhe në anën tjetër pastaj tjetër, pra përveç periferisë në këto vlera, sepse flasim për vlerën 13%, po ke 5+, pra i bie apartament 3+1, hajde ma gjej në Tiranë një apartament në këtë vlerë, 3+1. 3+1, gati 13 milion lekë. 13 milion lekë. Është pa mund realisht. Mund të them kërkesat që kemi ne për 1+1 është edhe një herë më shumë se sa ka vlerë për 1+1. Kështu që çmimi i tregut. Po, fillim unë dola si skeptik, po s'pas kam qenë shumë skeptik. Lidhur me? Me funksionimin e gjithë programit në tërësi. Ja, është me hallka. Duke i parë gjitha këto, kam frikë se do ngelet thjesht në çështje aplikimesh më pas, edhe problematika me këto cila është njerëzit vit mas viti aplikojnë, nuk marrin gjën këmbim dhe pastaj kur ti realisht do të bësh një politik mirë, janë aq skeptik se nuk aplikojnë. Kush janë pyetjet e tua, Esmeraldo, lidhur me programin? Kryesorja është kjo, që a i gjen dot me këto nivel. Pra vështirësia për gjetur këto struktura me këtë vlerë sot në treg. Po. Kjo është vështirësia kryesore. Ky program nuk është përgjithësues. Ato po kërkojmë apartamentin në fund. Nuk është përgjithësues. Pse? Sepse po të ishte përgjithësues, do ta kishim më të thjeshtë për të folur për gjetur apartamente. Ky është veçmës. Çfarë do të thotë veçmës? Që ti dhe ke shansin që ta gjesh me këtë çmim. Dhe ata që kanë hartuar këto, unë jam i sigurt edhe që janë koshient për të parë se si është realisht çmimi real i tregut. Kështu që në këto vlera do duhet pastaj që si politika që thamë që të ketë një mbështetje tjetër më mbrapa, që t'i vër ca lek vet,
futemi në kushtet tjera. Pastaj edhe kreditimi i bankës, se banka ka ekspertin e vetë që vjen bën vlerësimin e pronës. Kështu që Dhe vlera e pronës nuk e justifikon vlerën e kredisë që ti do të marrësh. Kështu që ka disa hake. Okej, në gjykimin tënd, pikërisht për qenë një program, le të themi, efektiv, i prekshëm. Unë të të bëj një krahasuese të kësaj tabelës me programet që janë mbyllë pak më para, të institucioneve që ne folëm. Ndryshimi ka qenë që ato lloj programesh financojnë 100% kreditim. Le ti mund të gjesh një apartament lehtësisht shumë të mirë në çmim tregu në çdo zonë Tiranës. Këtu normalisht je i kufizuar ose me patjetër duhet kesh një pjesë lekësh të ruajtur në llogarinë bankare. Pra që të përballosh, që të kalosh në çmimin, që të kalosh sepse një 3+1 po të bëj një krahasim, një 3+1 por supozohet të jetë mbi 120 metra katror. Po marrim një 3+1 mesatar, mbi 120 metra katror. Nëse ne do gjejmë një 3+1 në këtë vlerë, ne mund ta gjejmë vetëm në zonën e me referencë shteti, në zonën e Don Boskos, për shembull, që është 113.000 lekë të reja. Që ekuivalentja 120 shumëzim për 113, shko diku ke 13 milion lekë të reja. Realisht çmimi i tregut nuk është aq aty. Disbalancë shumë madhe çmimi i referencës me çmimin e tregut. Ka i diferencë. Çfarë aspektesh mendoni që kanë nevojë për përmirësim? Po një është kjo që tha kolega. Pra të rritet vlera e financimit. Vlera e financimit. Sepse është realisht është shumë e ulët për të... Nuk është në përputhje me vlerët që ka sot. Ky duket se ka dalë 2016-ës si program. Po të flasim për çmimet. Kështu që nuk mendoj që jemi në kushtet reale. Ja, mëse s'ka qenë 2016-ën kaq çmimet. Po, edhe 2026-ës nuk janë. Post korona kanë filluar të post-tërmetit çmimet. Ka pasur disa procese. Ka qenë një pjesa e tërmetit, kur rritën çmimet, ka qenë pjesa kur ishte Covid, pjesa e luftës me Ukrainën, edhe pjesa e tani e lindjes mesme, që gjitha këto nga pak e kanë ndryshuar. Përgjithsisht çdo vit. Po, praktikisht i bie çdo vit. Dhe për të qenë shumë realisht, këto vlera do jetë pak e vështirë për t'i gjetur, se fund fare për çfarë bëhet ajo, për t'i ardhur në ndihmë dhe për të shërbyer, se nuk është thjesht një program për ta implementuar dhe që janë ne si shtete kemi bërë si program. Unë mendoj se, më fal, kjo mund të bëjë një konsultim shumë i mirë edhe me vetë agjensitë real estate, për ditur pak a shumë se shteti nuk mund të operojë vetëm me vlera referencë, duke e ditur që tregu realisht ka vlera shumë herë më të larta se sa çmimet referencë. Dhe mendoj që kur ti ndjek një politikë tillë, pavarësisht se është lokale, thjesht e një bashkie, mund të kishte një konsultim të tillë për ditur realisht. E ka lehtësisht të zgjidhur me referencat që vetë shteti ka nxjerr, që operon tregu sot, mund të bëj krahasimore me vlerat e financimit aty. Se nëse ti për supozot marrësh një shtëpi në blok Muslimshyr ku referenca e shtetit është mbi 1.800.000, 2.2, normalisht nuk ke shans ti të marrësh 1+1 në këto zona. Ideja është edhe individ me këto të ardhur për zona nuk do jetojnë gjithë në qendër, po. Po, nuk do jetojnë gjithë. Po pra, tash dhe unë që do të jenë agjende në vlera në këto vlera duke ditur ju se si janë sot. Fokusi do jetë në zonat periferike të Tiranës. Po, në periferi mos harrojmë aspektin e bankës, e mbështetjes, sepse thash, banka është institucion vete, ka procedurë të njëjtë. Ky është program mbështetës, po banka në fund fare si vlerësuesin e vet, shikon riskun edhe thotë unë për këtë kaq të sjell. Pra periferia ka tjetër aspekt, se flasim për pjesën e unazës vogël, është më lehtësisht për bankat për ta marrë në konsiderat. Po ta shikojmë edhe në vendet e tjera perëndimore, mënyra se si janë krijuar, nuk po i quaj geto, po lagje të cilat kanë cilësi po themi të përbashkëta ose të njëjta janë krijuar në këtë formë, në bazë të ardhurave. Do të thonë, dhe në këtë mënyrë ti pak a shumë je duke krijuar jashtë unazës vogël komunitete të tjera që të kanë një nivel të përafërt të ardhurës. Është e vërtetë që ne jemi vite mbrapa vendeve perëndimore dhe tani e kuptojmë që ne pak a shumë po shkojmë drejt krijimit të këtyre ndasive, që detyrimisht i çon tregu vet.
Që po ta shikojmë në afat gjatë, është detyrueshme ajo pjesë, një pjesë e vogël. Pra ti largohen qendrës sepse këto vlera nuk janë papërballueshme. Janë papërballueshme për qendrën. Ndërkohë, i rikthejmë pak asaj që ka paralajmëruar edhe kryeministri Rama disa muaj më parë, por që është rikthyer edhe gjatë asamblesë së Partisë Socialiste. Do të krijohet Agjencia Kombëtare e Planifikimit Urban dhe Strehimit për të kontrolluar rritjen e çmimit të pronave dhe lehtësirat në marrjen e kredive për disa kategori. Pra është ajo e krijimit të një fondi nga 3% që vilet nga ndërtuesit. Pra një fond, duke qenë se jo të gjitha bashkitë mund ta vënë në përdorim. Kryeministri solli në vëmendje Tiranën dhe Himarën, që mund të jenë, le të themi, qytetet, pra edhe në rast në Tiranës dhe Himarës, që mund të gjenerojnë leje ndërtimi, pra kanë lëshuar, por ndërkohë nevoja për strehim në Himar nuk është aq, le të themi, prezente. Kryeministri tha që nuk ka fare familje që janë në kushtet që ka nevojë për strehim, por ndërkohë Tirana është në kushtet që i nevojitet ky program. Dhe krijimi i kësaj agjencie, në gjykimin e kryeministrit, është pikërisht një fond qendror, pra një strukturë qendrore e cila do të menaxhojë të gjitha të ardhurat që do të vinë nga ky proces në të gjitha bashkitë e vendit. Ky centralizim i nevojshëm në gjykimin tënd? Po, mendoj se nëse funksionon siç duhet, është diçka pozitive. Ne mund të kemi edhe motën tani ta bëjmë Tiranën si Himare, përderisa aty nuk pas ka të pastre. Pak në kryeministri kështu deklaroi. Po, duke nisur nga deklarata e tij. Kemi hyrë në fazën e citoj, në fazën e përpunimit të një plani për strehim të përballueshëm, por i shikojmë bazën ligjore, deri më tani kemi 3% për strehimin që e marrim nga lejet e ndërtimit, me paratë e grumbulluara do të krijojmë një fond për strehimin. Ne dim që kërkesa më e madhe për këtë është në Tiranë e pastaj në Durrës, ndërkohë që për ka edhe bashkitë tjera, e dyta pas Tiranës për leje ndërtimi, kjo është Himara që po ashtu merr vjel 3% në një kohë që nuk ka nevojë për strehim. Kjo të besoj do shtë edhe në zonë tjera, do të thënë ndikimi tani sepse ka filluar ndërtimi situat edhe në Himar, në pjesën e Sarandës, Samile etj, që mund të jepen edhe në ndërtimin e resorteve, pra që e kalojnë atë pjesën ndërtimin mbi 2000 metra katror. Dhe mendoj që kjo pjesë do përdoret më tepër, është bërë pikërisht për këtë arsye. Pra që të përdoren të ardhurët që merren nga këto bashki dhe të përdoren për Tiranë, duke qenë se edhe nevoja është më e lartë. Pastaj se me sa efektivitet do të përdoren dhe se sa do të ndiqet kjo politik ose thjesht do të mbetet në letër, pastaj të do ta shohim. Po mendoj se e shikoj si diçka pozitive që të jetë kjo pjesë si diçka e centralizuar, duke parë se në pushtet në nivel lokal nuk ka funksionuar. Përderisa ne nuk kemi shifra konkrete, do thotë se nuk ka funksionuar siç duhet. Duhet të jetë kjo një piknisje, le të themi, edhe një politike që integron disa qoftë programe, disa mënyra, disa politika, le të themi, që i vinë në ndihmë atyre të cilët janë në pamundësi për të blerë sot një banesë në treg lirë. Po, teorikisht po, do ta shohim tani se flitet që mund të ketë një ndryshim për sa i përket reformës territoriale. Nuk e di nëse mund ta lidhin edhe me këtë, çfarë ndryshimesh mund të sjellin në vetvete krijimi, po e themi, këtij institucioni të ri për menaxhimin e këtyre parave. Po unë teorikisht e shikoj si diçka pozitive. Pastaj në afat gjatë varet edhe se si do të përdoren, sepse ne shpesh jemi mësuar me ato që thjesht shikojmë bën shpenzime sa bëhen, po nuk e krahasojmë që me këto para që shpenzuan, po themi, për këtë projekt, a do ishte më efektshme, po. Jemi mësuar vetëm ta shikojmë nga ana bazike, po. Që ndërmerret për të kuptuar nëse e përligji, e justifikoi apo dha rezultatet e pritshme, apo thjesht u shpenzuan disa para, sepse duhen parë jo vetëm nga ana bazike që u harxhuan sa para, dhe po themi në rastin më të mirë nuk u vodhën. Puna është dhe si u përdoren. Ka shumë rëndësi. E konsideron efektive edhe këtë, pra skema për të kaluar 3% të sipërfaqes ndërtimore? Kjo ka qenë, siç e thamë edhe më para, po unë mund ta shikoj si pozitive, duke qenë se është citimi i kryeministrit, pasi për aq sa kohë çdo leje sot në Shqipëri do të kalojë të firmoset nga vetë kryeministri, normalisht nëse ka një bord drejtues, ai e ka një kalkulim më të thjeshtë se sa metra mund të marrë kompensim 3% nga X leje dhënë, dhe sa mund të kalojnë kjo llogaria. Se ne nuk e dim, po të bëjmë po të ishte zgjidhur në këtë formë, ndoshta do ishin
50-60% të njerëzve do ishin me stres sot. Do ta kishin një banesë. Aq sa kulla dhe prona janë kolauduar dhe sot janë banuar në Tiranë, në këtë rast, unë nuk i kam hyrë në bashki për t'i parë se qa është bë, me thënë drejtën, nuk ka interesu si gjë, po nësë është ajo që a thua ti, mendoj që kjo është zgjidhje që e ka menduar vetë mënyrë drejt për drejt, për ta menaxhuar në mënyrë direkte. Mirë, do t'i marrim edhe pak minuta për të diskutuar çështjen e rivlerësimit, duke qenë se ka nisur prej disa javësh edhe të paktën nga dhënat e bëra publike deri më tani edhe nga Ministri i Financave, rezulton që janë 9500 aplikime, pra qytetarë të cilët kanë shprehur interes edhe kanë përfunduar procesin e rivlerësimit të banesave përkundrejt, pra duke i sjell ato me çmimet aktuale, përkundrejt një detyrimi tatimor 5%. Ka publicitet dhe do të rikthehemi.